Drejtuesi politik i Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës, Bujar Leskaj, zhvilloi një takim në njësinë administrative Orikum, i shoqëruar nga kandidati për këtë zonë, Selaudin Neloj, si dhe kandidati Atir Doxha e kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Shara. Në këtë takim Leskaj u ndal tek problematikat e zonës, ku sipasi Orikumi, si zonë me potenciale të jashtëzakonshme turistike, ndje nevojën e rishikimit të reformës territorialo-administrative, që është prioriteti në programin e Partisë Demokratike për të rikthyer Orikumin në bashki. Leskaj vuri theksin po ashtu edhe tek anulimi i projekteve grabiqare të marrjes së ujit nga burimet ujore të Traqasit, projekt që dëmton të gjithë krahinën dhe zonën. Pse duhet një banor i Orikumit, i Dukatit, i Traqasit, i Radhimës, një banor i zonës sonë të votoj zotin Selaudin Neloj? Në fakt, në një fushat, kur paraqiten partitë që kërkojnë votat, normal shikohet koalicioni, shikohet programi partisë dhe shikohet ekipi kandidatëve dhe kandidati. Në programin ton të dashur vëllezër, dhe nuk e gjeni në asnjë nga partitë e tjera, ju gjeni të parën më kryesoren për zonën tuaj, që ne do luftojmë, do përpiqemi, do lobojmë fort deri në fund për ndarjen e re territoriale administrative që Orikumi të jetë bashki, e cila pa drejtësisht ky status ju është nga Rama dhe nga sekti i tij dhe ju është me qëllim për të kaluar zona në regres. Orikumin bashki e kthen vetëm Partia Demokratike. Kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës Shqipëria Madhështore për njësinë administrative Orikum, Selaudin Neloj, shpreu mirënjohjen për mbështetjen që gjithë banorët e zonës i kanë dhënë, duke i vënë theksin rëndësisë së përkushtimit dhe mobilizimit të këtyre 3 javëve deri në ditën e zgjedhjeve, me qëllim maksimizimin e votës dhe fitoren e Partisë Demokratike. Ju kërkoj që të gjithë bashkë të vazhdojmë të punojmë, sepse kemi shpresa që t'i arrijmë qëllimit që jemi nisur. Ju shumë mirë e dini që ne, që kur ka ikë bashkia Orikumit, e dini se si janë shërbimet në zonën tonë. Pikërisht Partia Demokratike e ka primare që nesër vjen në pushtet kthimin e bashkisë Orikumit dhe këtu të vazhdojë jeta normalisht dhe të vazhdojë të shkryen shërbimet e gjithë popullatës, sepse deri tani asgjë nuk funksionon. Kështu siç jemi, të vazhdojmë dhe këto 20 ditë që kanë ngelur që të arrijmë sa më shumë një rezultat sa më të shkëlqyer. Kandidati i listës së mbyllur për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria Madhështore, Atir Doxha, u ndal tek problematikat e zonës, siç është infrastruktura, mungesa ujit të pijshëm, shërbimet vendore të cunguara për zonën, si dhe taksat e larta për bizneset e zonës, veçanërisht ato turistike. Unë tani që vija këtu mu deshën 35 minuta realisht duke nxituar për të ardhur. Rruga për i bretë Zotit është viti i 2, e gjithë rruga e Radhimës. Është viti i 2 ky për të ndërhyrjen që tentojnë të me thëmë për të shitur që po bëjnë investime të mëdha. Po ndërkohë janë 2 vite të humbura për gjithë juve që unë jam i bindur që secili prej jush e ka të lidhur ngushtësisht duke qenë një nga sektorët kryesor, sektori turizmit, apo dhe në shërbimet vogla në ambientet që ju shërbeni. Kjo zonë është një zonë e cila është lënë në ares. Unë së bashku me Arsenin në Këshillin Bashkiak, se jemi të 2 antar të Këshillit Bashkiak, e kemi ngritur disa herë në pushtetin vendor, i cili bën një sy qorr edhe një vesh shurt për mos të dëgjuar se çfarë probleme ka kjo krahin.